Dhe nëse të hapësh literaturën e kohës, mund të jetë mbi 20 artikuj të mi, ku kërkoja largimin e agjentëve të UDB-s nga kryesia e Partisë Demokratike. Arritën deri në kryesi. Po dhe ishin deputet? Kryesia e Partisë Demokratike. Jo, ishin deputet? Pa diskutim. Deputet Partisë Demokratike ishin agjentë UDB-s? Po. Po kush ishin këta? Janë sot? Disa prej tyre po. Ndërsa të tjerët mos haro si ke 2 prillin. Mos më thoj që i kanë ftuar edhe këtu agjentë UDB-s në këtë studio. E diti si është organizuar 2 prilli? E diti kush e ka bërë 2 prillin? Kush e bëri? Kush e bëri? Pra po, futin çik tek skemat e hetimit. Kush pengoi hetimin? Jo, jam marr shumë me atë sepse e kam dhe arritet konstatoje që është bërë hetim. Arritet konstatoje që është evidentuar çalloj plumbjesh përdorur tek ata njerëz? Shumë e komplikuar. Jo, është shumë e komplikuar, po nuk arritën sepse nuk u lejuat të bëhet hetimi. Dhe sot teksa ditë nuk dihet çalloj plumbi i ka vrarë ata njerëz. Dhe nga çkënd është goditur? Është goditur nga poshtë. Se teoria e vrasjes pistolet dhe teoria e vrasjes në turm e 20 janarit është iniciuar në 2 prill dhe është ekzekutuar në 2 prill. Dhe 2 prilli mos haro, që solli probleme shumë serioze pastaj edhe për zhvillimet e mëtejshme në Shqipëri. Jo, pa diskutim, po. Dhe e kupton mjaft mirë se Berisha në shërbim të Serbisë, zoti Meçi, me gjithë respektin